Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju rrëfimin e radhës. Këtë herë do të ndajmë një rrëfim shumë të dhimbshëm. Një rrëfim të tmerrshëm që ka të bëjë me një letër të shkruar nga një nën. Ajo do tregon një ngjarje që është e pazakontë dhe e pabesueshme, që unë realisht do kisha dashur që ta dëgjoni dhe më në fund t'jepni edhe mendimin tuaj. Po shkruaj këtë letër në një natë të ftohtë, ulur pranë një dritareje të vogël të këtij azili, ku më lanë vitet e mia të fundit. Jashtë bie shi, dhe pikat përplasen në xham sikur duan të më kujtojnë netët kur rija zgjuar për ju. Këtu çdo gjë është e heshtur. Dëgjohet vetëm ora e murit dhe frymëmarrja e plakave të tjera që flen me lot të tharë në fytyrë. Shpesh mendoj se edhe muret e këtij vendi janë lodhur duke dëgjuar dhimbjet tona. Nuk e di nëse kjo letër do të arrijë ndonjëherë në duart tuaja, këtë e ka për fëmijët e saj. Ndoshta do të mbetet në sirtarin tim, bashkë me ilaçet dhe fotografinë e vjetër të familjes sonë. Por zemra ime nuk mund të hesht më. Ka mbajtur shumë plak brenda vetes, vetëm që ju të mos më shinit mua të thyer. Një nën gjithmonë e fshe dhimbjen, edhe kur po vdes nga brenda. Kur ju linda isha e re, edhe me plot ëndra. Nuk kishim shumë para, nuk kishim dashuri. Babai juaj punonte rënd, ndërsa unë kujdesesha për ju ditë edhe natë. E mbaj mend kur djali im I madh u sëmur rënd dhe unë qëndrova 3 net pa gjumë duke ja mbajtur dorën djalit tim. Kur ju zinte temperatura, unë dridhesha më shumë se ju. Nuk haja që të hanit ju. Nuk blija roba për vete që ju të mos ndjeshit më pak se fëmijët e tjerë. Në dimër e ndizja sobën me dru të lagur, dhe timi më mbushte syt, por zemra më ngrohej kur ju shihja duke u qeshur. Kam larë shkallë, kam pastruar shtëpit huaja, kam punuar në ara vetëm që ju të shkolloheshit. Duart e mia u plakën para kohe nga puna. Thojnët më qaheshin nga detergjentët, shpina më kputej nga lodhja, por unë nuk ankohesha. Një nën nuk jeton për veten, jeton për fëmijët e saj. Babai juaj më thoshte shpesh, kur të plakemi do të na mbajnë afër. Nuk do të na lënë kur të vetëm. Edhe unë e besoja. Por Zoti e mori burin tim më shpejt se ç'duhej. Atë ditë mu shemp bota. Mbeta vetëm në atë shtëpi të madhe me kujtimet tona. Çdo cep më kujtonte atë. Karigja ku e pinte kafen, radioja që dëgjonte çdo mëngjes, palltoja që në të vërtet ende mbante erën e tij. Shpesh flija duke përqafuar jastukun e tij, vetëm që të ndjesha më pak vetëm. Pas vdekjes së tij u bët gjithçka për mua. Jetoja vetëm për të dëgjuar zërin tuaj. Prisja fundjavën që të vini të më takonit. Gatuaja ushqimet që ju pëlqenin që fëmijë, edhe pse duart më dridheshin, unë bëja byrek e ëmbëlsira vetëm që shtëpia të mbushej përsëri me jetë. Kur djali im u martua, u gëzova, sikur po martoja zemrën time. Nusja erdhi në shtëpi e buzëqeshur. Më përqafonte dhe më thoshte, mos u shqetëso. Tani ke edhe një vajzë. Sa shumë e deshta atë vajzë, ndoshta më shumë se ç'duhej.
E trajtova si bijën që nuk e pata kur. I dhash çelësat e shtëpisë, i dhash besimin tim. I dhash respektin tim. Kur lindi nipi e mbajta në krah. Ne të tëra që ajo të pushonte. Gatuaja, pastroja, kujdesesha për shtëpinë edhe pse isha e lodhur. Por me kalimin e kohës, ajo ndryshoi. Në fillim ishin gjëra të vogla. Nuk më fliste më me dashuri, filloi të mërzitej nga prania ime. Kur hyja në dhomë heshnin, kur flisja më shikonin sikur në thelbi bezdisja. Edhe një ditë dëgjova nusen duke i thënë djalit: "Nuk mundem më të jetoj më gjithë jetën me nënën tënde." Ajo fjali mua më dogji në shpirt. U mbylla në dhomën time dhe qava me zë. Nuk doja të më dëgjonte askush. Një nën qanë gjithmonë në fshehurazi. Më vonë filluan të më bindnin që pasurinë ta shkruaja në emër të tyre. Nën, çfarë do të bësh me gjithë këtë? Ne do të kujdesemi për ty deri në fund. Djali më shikonte në sy dhe unë nuk dija t'i thosha jo. Ishte gjaku im, ishte fëmia që e rrita me sakrificë. Mendova se po bëja gjën e duhur. Ditën që firmosa dokumentet, nusja më përqafoi fort. Por ai përqafim nuk kishte dashuri. Kishte interes. Pak nga pak unë u bëra e padukshme në shtëpinë time. Televizori nuk guxoja që ta ndizja. Në kuzhinë hija vetëm kur nuk ishte nusja. Më numëronin kafshatat, më fiknin dritën në dhomë për të kursyer energjinë. Një mbrëmje po haja buk me kos dhe nusja më tha: "Sa harxhon kjo plak?" E dëgjova. Djali ishte ulur pranë saj, nuk foli, nuk më mbrojti. Aty më vdiq diçka nga brenda. Nuk ishte uria që më vriste, ishte përbuzja. Nuk do të haroja kur ditën kur ash në banjë. Qëndrova disa minuta në dysheme duke thirrur për ndihmë. Nusja erdhi e nervozuar. Na trëmbetha sikur isha problem e jo njeri. Atë natë dëgjova përsëri bisedën e tyre: "Duhet që ta çojmë në azil." Edhe pikërisht aty mua rësuan syt. Azil? Fjala më e rëndë për një nën që sakrifikoi jetën për fëmijët. Dhe të nesërmen, djali më tha me zë të ulët: "Nën, atje do të kujdesen mirë për ty." E kapa për dore, duke i thënë: "Bir, mos më largon nga shtëpia ime." Por ai nuk më pa në sy. Kur makina ndaloi para azilit, zemra më rihte fort. Mu duk sikur po më varosin për së gjalli. Infermierja mori çantën e vogël ndërsa unë shikoja djalin tim duke u larguar. Nuk zbriti as të më përqafonte për herë të fundit. Vetëm më tha: "Dua të vi të takoj." Kanë kaluar muaj, nuk erdhi. Ditët këtu janë të trishta. Ka nëna që rinë gjithë ditën tek dritarja, disa flasin me veten, disa mbajnë fotografi të fëmijëve poshtë jastëkut. E një plakë këtu vdiq para pak javësh, para se të mbyllte syt, përsëriste: "Mos më lini vetëm." Asnjë nga fjalët apo nga fëmijët e saj nuk erdhi. Atë natë unë nuk fjeta. Mendova se ndoshta edhe unë do të iki kështu. Por pa dorën e djalit tim, pa zërin e nipit, pa një përqafim. Nga njëherë shkoj në oborin e vogël të azilit dhe shikoj qiellin. I flas burit tim të ndjerë: "Më fal", i them birë. Nuk arrita të mbaj familjen bashk. E dini çfarë dhëm më shumë? Jo pasuria që humba, jo shtëpia, më dhëm fakti që dashuria e nënës nuk mjaftoi. Më dhëm që djali im nuk haroi netët kur e mbaja në gjoks, kur kishte frikë. Haroi bukën që nuk e haja për vete, haroi lotët e mi, haroi sakrificat e mia. Në këtë azil kam kuptuar një gjë të tmerrshme: prindërit nuk plaken nga vitet, plaken nga dhimbja. Dhe dhimbja më e madhe është të ndjesh i panevojshëm për fëmijët e tu. Njëherë mendoj të mos dëgjoj më, jo sepse nuk dua jetën, po sepse lodha zemrën duke pritur. Pres një telefonat, një hap tere, një si e nën. Por telefoni hesht. Megjithatë edhe sot para se të fle lutem për ju. Lutem që Zoti t'ju jap shëndet. Që fëmijët tuaj të mos ju bëjnë atë që më bët mua.
që një ditë ta kuptoni se një nën nuk zëvendësohet kur. Pasuria mbetet në tokë, shtëpitë shëmben, parat harxohen. Por kur humbet nëna, humbet bekimin më të madh të jetës. Nëse një ditë do ta lexosh dhe do ta dëgjosh këtë letër, birë, mos eja të qash varin tim. Eja vetëm me ndërgjegjen tënde dhe kujtohu. Gruaja që e lë në azil ishte ajo që dikur do t'jepte jetën për ty, pa menduar dy herë. Edhe pse më theve zemrën, edhe pse më le vetëm, edhe pse më more gjithçka, unë përsëri mbetem nëna jote, me lot që nuk thahen kur të një nënës.